Dje ka përfunduar kampionati në futbol në Ligën e 4 në rajonin e Gostivarit. Në ndeshjen e fundit në mes ekipit të Flamurtarit të Debreshit dhe Besës, ishin futbolistët e Flamurtarit të cilët i gëzuan pasi që nga viti i ardhshëm do të garojnë në Ligën e 3 Perëndim. Për kryetarin e klubit Flamur Havziu, sezoni që kaloi ishte i suksesshëm, ndërsa presin që edhe sezonin e ardhshëm të vijojnë me suksese. Mungesa e pjesëmarrjes në sezonin e kaluar na dha një hapësirë kohore të mjaftueshme për të përgatitur për sezonin 2014-2015, me çka ekipit ju bashkangjitën edhe 4 lojtarë të cilët më parë ishin pjesë e skuadrave të Ligës së Parë dhe të Dytë të Maqedonisë. Gjithnjë kjo me një bashkëpunim të përbashkët të lojtarëve dhe kryesisë së klubit, solli që klubi Flamurtari Debresh të shpallet kampioni Ligës Komunale Gostivar dhe pjesëmarrës i ri në Ligën Perëndimore, tha drejtori Havziu. Presim do me thonë rezultate shumë më të mira se tash që i kena, në shkaku i asaj që klubit ju bashkangjitën edhe 4 lojtarë që kam qenë pjesë e ekipeve më elite, do me thonë të Ligës Parë dhe të Ligës Ditë. Ashtu që presim që klubi si mjetë të jetë ndër ekipet elite, dhe me thënë të Ligës 3. Jo vetëm kryesia e klubit, por edhe trajneri është i kënaqur me rezultatet që arritën këtë vit, duke shpresuar se edhe këtë vit do të vazhdojnë sukseset në Ligën e 3. Sezoni që e lam pash, i faleminderoj gjithë fshatarët e tonë për krajën që na kanë dhënë deri tash. I faleminderoj këto gjelmoshat të cilët janë treguar të palodhshëm. Dhe sezoni ka shkuar si më mirë, si asnjëherë, edhe pse fshati Debresh është si klub futbollistik Flamurtari është i hershëm prej viteve më para ka pas si klub ka ekzistuar, mirë po këtë rezultat mendoj se deri tash nuk e ka arritur. Domethënë nuk kemi asnjë humbje, kemi vetëm dy barazime dhe këtë lojë sot e presim si kampion të Ligës së 4 komunale. Në ndërkohë, futbolistët janë shprehur se sezonin që e lëm pas ishte mjaft i frytshëm, sepse arritën që të kalojnë një ligë më të lartë, ndërsa ata falenderojnë edhe sponsorët, por edhe tifozët që i kanë përkrahur gjatë këtij sezoni. Na vjen mirë shumë që arritëm sukses në Ligën e 4 dhe tash shkojmë për Ligën e 3 dhe synimi jonë është të vazhdojmë përpara për Ligën e Ditë, po pavarësisht varet kushtet dhe si do tjetë. Pas një viti pauzë, për shkak se pauzum nuk ishim drejt të epim në Ligën e 3, qëllimi kryesor ishte të epim në Ligën e 3 komunale, pa duke luajtur nëpërmjet Ligës së 4. Dhe kështu që ja arritëm suksesit, gjithë lojtarët i falenderoj, që dhanë mundin e vetë dhe ishim të gjithë bashkë duke arritur qëllimin për të epim në Ligën e 3 perëndimore. Dhe shpresoj që të kemi sukses edhe atje. Futbolistët e ekipit të Flamurtarit shpresojnë që edhe në sezonin 2015-2016 do të ketë sukses në Ligën e 3 perëndimore.